dëgjues të programit të Drejt për Drejt, mirëmëngjes Shkodër. Sot unë jam së bashku në këtë studio me 2 studente. Natyrisht frymëzimi rinor, atmosfera që ato sjellin, e bën studion ton më atraktive. Duke qenë se ato janë pjesëmarrëse, madje protagoniste të një organizimi shumë të bukur letrar, që këto ditë kulmoi me një finale konkursi. Është nisma vullnetare studentore në seksionin e klubit letrar që organizoi këtë aktivitet kaq të bukur, i cili tërhoqi vëmendjen dhe do thosha ishte gjithë përfshirës në fakultete të ndryshme të këtij universiteti. Me mua sot në studio janë studentet Neriman Velia, koordinatore e nismës vullnetare studentore, dhe Redona Cani, fituese e çmimit të parë në konkursin letrar që finalizoi para 2 ditësh. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Në fakt atmosfera që ka ngjallur, interesi, pjesëmarrja, gjithë përfshirja e bën këtë veprimtari interesante, apo jo? Po, shkaktoi një interes shumë të madh, më të madh se që prisnim, ishte nisi si diçka e vogël, po përpiqemi dëshirojmë të realizonim diçka që ishte gjithëpërfshirëse për gjitha fakultetet dhe donim diçka që të prekte në secilin nga sikurse është dhe krimtaria letrare tek çdo student e fakulteteve ndryshme dhe të mos përqendrohen vetëm tek një. Dhe lindi ideja e konkursit letrar që ishte diçka shumë e vogël kur e nisme, por që mori për masa shumë më të mëdha dhe sidomos në momentin kur e finalizoi, që ishte aktiviteti i përgjithshëm dhe doli me shumë sukses. Në fakt ju jeni studente të letërsisë, gjuhë letërsisë. Por ju e nisët këtë, sepse Nerimani është koordinatore e nismës, e nisët këtë për ta shpërndarë në të gjitha fakultetet. Është kështu? Apo edhe më gjerë, edhe përtej universitetit. Si ndodhi dhe pse menduat që përveç fakultetit të letërsisë të merrnin pjesë edhe studentë nga fakultetet e tjera? Si aktivitet u zhvillu në bashkëpunim me universitetin, Ligjë Marakuqit, dhe e përhap në gjitha fakultetet dhe u zhvillu për studentët, dhe më thamë pjesëmarrësit që kanë dërguar shkrimet ishin student dhe interpretuesit po ashtu që ishin në konkursin, në aktivitetin e përgjithshëm, dhe por për juria që përzgjedhej shkrimet ishin të degës gjuhë letërsi, pra të fushës. Ju menduat se ideja që shkruajnë shumë student nuk mund të timohojnë të drejtën të tjerëve të marrin pjesë në këtë konkurs. Pra ka patur prurje edhe përtej fakultetit të letërsisë apo degës së letërsisë. Po, interesi ishte nga gjitha fakultetet, madje një nga fitueset është universitet nga dega juridikut dhe ishte interes nga fakultetet, nga degë të ndryshme, kanë shkrime nga për studentëve të ndryshëm, dhe më thanë nuk ishte përqendrimi vetëm tek nga që tema ishte prozë dhe poezi, nuk ishte vetëm tek studentët e gjuhës letërsi. Ju i vut një titull konkursit tuaj, pra kishte një orientim drejt temave apo temat ishin të lira, frymëzim i lirë? Nuk përcaktuar me një temë, domethënë përveç ndarjes që bën me prozë dhe poezi, pasi që është menduar me talent të lirë, sepse duke pa studentë të moshave të ndryshme, viteve të ndryshme, ndoshta dikush ka nevojë për atë hapësinën që të sjellë atë krijimin e vet në një formën e tij të menduarit. Prandaj ishte tema e lirë. Sa vet morën pjesë në këtë konkurs? Sa studentë sollën krijimet e tyre? Atëherë, shkrimet ka pas mbi 18, por disa që ka dhe normale që janë skualifiku, ndërsa përzgjedhja është bërë nga, siç e thashë, nga pedagogët e gjuhës letërsisë. Pra, ka patur një fazë para përgatitore për të ardhur në finale, apo jo? Normal, janë bërë përzgjedhja, janë da, domethënë ato që nuk janë pa përshtatshme, që normale çdo shkrim është i vlefshëm, çdo mendim është i vlefshëm, po normale bëhet ajo përzgjedhja diçka më e mirë
deri në momentin kur përzgjedhet dhe në fund krejt fituesja, domethënë. Si që duket I keni menduar mirë hapat, sepse përveç asaj që keni përfshirë student nga fakultetet të ndryshme, nga deg të ndryshme të universitetit, keni përzgjedhur edhe standardin e vlerësimit, apo jo? Është ngritur një juri që do ta quaja profesioniste. Po, si që thashë në fillim, kjo aktivitet u zhvillu në bashkëpunim me universitetin dhe ka një mbështetje shumë e madhe për ne. Nga gjitha fakultetet, madje që ishin dhe pjesëmarrëse, nuk na refuzuan ftesën asnjëherë nga dekanët e universiteteve të tjera, por një falenderim shumë I madh shkon edhe për dekanën e universitetit të fakultetit shoqëror, zoni Mimoza Priku, ndërsa për sa I përket juris, kemi pasur 4 anëtar në juri, ka qenë profesor Gzim Puka, profesor Erzen Koperaj, profesor Arben Prendi dhe një ish student ku sot punon si një mësues që është Elsaid Lezaj. I përshëndesim, vërtet janë emra të nderuar që japin kontributin në fushën e tyre, por jo vetëm, ndërkohë që besoj se ajo finalja kishte emocione të veçanta, apo ja? Ishte një eksperiencë shumë e bukur për ne dhe me thanë, si që thash, nuk e pritshim që do merrte për masa kaq të mëdha, normalisht një mbështetje e madhe për tanëve sepse puna nuk realizohet vetëm. Fal një juri të mrekullueshme, siç e thatë edhe ju që ishte na ndihmoi shumë për realizimin. Aktiviteti kishte shumë të ftuar, shumë pjesëmarrës dhe shumë dekan, pedagog, shumë faleminderit që ishte që nuk na refuzuan asnjë ftesën dhe ishte në fund doli diçka shumë e bukur dhe shumë e çmueshme për gjithë ato që ishin pjesëmarrës atë. Po, ajo që e bën më emocionuese gjithmonë në çdo kompeticion, në çdo garë të bukur është shqiptimi I fituesve. Dhe kjo u shoqërua me emocione, më duket, apo jo Redon? Po, normale, ishte një moment, në fillim ishte e papritur, normalisht nuk e mendoja, dhe kishte emocione papërshkrueshme, normalisht edhe kur fiton çmimin e parë, nuk e di, moment shumë I veçantë, unik, nuk e di, një kujtim I paharruar, që do mbesit për jetë brenda fakultetit, brenda universitetit. Jetës universitare. Po. Në fakt I ke shkruar edhe më herët, apo si ndodh? Ka qenë periudha e gjimnazit, kjo pjesë me krijimet të vogla, por pas një kohë nuk e di sikur e pata më njanuar, por dhe kur doli pjesa e konkursit dhe kur na prezantoi shoqja ime Nerimani, mendova thash do marr pjesë, do shkruaj diçka, do krijoj diçka dhe okay, e bëra dhe doli unike. Doli çmimi I parë, një petalkë është vlerësuar poezia jote. Në çfarë shkolle të mesme ke qenë, meqense ke nisur që atëherë ardhin e të shkruarit? Unë jam nga Mati, jam matiane, nga një qytet, Klosi, dhe gjimnazi është Shaban Çallaku. Kam pas nuk vaheq meritat, mësues të mirë të letërsisë dhe që ka kryer dhe ajo vetë universitetin këtu në Shkodër, dhe nuk e di, paka shumë I dërgoj merita dhe asaj sepse më ka frymëzuar, më ka dhënë shumë dhe më ka bërë që ta dua letërsinë dhe kjo më ndihmoi që të dilja dhe fituese, besoj. Pra një vajzë nga Mati vlerësohet në konkursin e poezisë në Shkodër. Kjo do thotë shumë, sepse është një marrëdhënie shumë e bukur e studentëve, e pedagogëve, e vlerësimit të një poezie të bukur, një krijimi të bukur. Redon, në fakt poezia jote një petalkë. Është po ta marrim kështu në Shkodër ne do t'i themi një petal. Një petal lule, kështu e kuptoj unë. E kuptoj një petale, por një petalkë është një gjë më e vogël. Një tingull me një mënyrë tingullore më ëmbël, të vjen më jo e zakonshme. Më veçantë. Është shumë e dashur, shumë afeksionuese ndoshta, edhe që në
diçka brisht, delikate, diçka e tillë. Ti e ke konceptuar këtë si diçka të shtrenjtë, të bukur, të afërt, të ngrohtë. Normalisht. Si gjete frymëzimin për të shkruar këtë? Nuk e di, ishte ndjesi e momentit kur duhet vendosja me kriju diçka, nuk e di, mendoja, kisha shumë ide në kokë, nuk dija çfarë konkretisht realizoja, por nuk e di, ajo më erdhi ashtu momentit, ishte ndjesi diçka që edhe doli, u realizu. Po mirë, me siguri të gjithë ata që po na ndjekin në këto momente dëshirojnë ta njohin poezinë tënde, mund të na interpretosh? Patjetër. Një petalkë u zgjova sërish mes luleve, por vetëm. Fundja unë që jam, vetëm një petalkë që do bie, do tretëm, zhgënjyse. Ja një bletë, sa mirë. Mos më prek, dhe sot të jetoj, mbi tokë e nën qiell. Sa e bukur. Një mesazh shumë domethënës apo jo, të cilën ti mund na e përkthesh? Në fakt, po ta kuptosh, po të hysh mirë, ta kuptosh në filozofinë e saj, ngjan disi pak pesimiste, është pak pesimiste, por nuk ajo bletës që vjen, që të viziton, që ti thua jo, po ajo vjen aty, çfarë është për ty? Është diçka e veçantë normalisht, por nuk është edhe një momenti mos pranimit, normalisht është diçka që të ka zhgënjy, një moment që edhe nuk di, janë fjalët. Je emocionuar shumë kur e ke lexuar, si atje në ceremoni, si u ndjeve dhe si e ka perceve atë moment? Nuk e di, isha shumë po, normale, dekanja e fakultetit jonë erdhi dhe më ndihmoi që ta ka përcej atë emocion, më hodhi krahun e saj, dhe normalisht u kisha nevojë për kraj dhe mbështetje në atë moment. Nuk e di, më ndihmoi, nga që edhe familjen larg do ishte shumë mirë ta kisha prezente. Si shpritur tek njerëzit më të afërt tuaj që të fitosh një konkurs letrar me krijimin tënd? Normalisht janë ndje krenar, kur momenti që u thash u shpalla fituese e vendit parë, u gëzu normalisht shumë. Po jo mësuesja që të ka dhënë mbështetje, si reagoj? Në fakt, lidhur me të nuk është se e kam komuniku akoma, sepse normalisht distanca e largët bën të vetën, por sidomos të afërt e mi, familjarët e mi, nuk e di, janë ndje krenar për mu. Kjo poezi besoj se të ka dhënë një shtys për të vijuar, apo jo? Me shkrimin? Unë, në fakt, me krijimet e tjera më përpara, kam qenë çik mosbesuese për t'i nxjerrë në pa nga të tjerët, për t'i dëgjuar të tjerët. Normalisht që prezenca e kësaj dhe fitimi i çmimit më ka dhënë shtys që të kem më shumë besim në vetvete, dhe pse jo, të mos ta vijoj këtë krijimtari dhe ndoshta do dali me sukses. Gjë shumë e bukur. Faleminderit. Ndërkohë që çmimet e tjera në Riman janë shpërndarë në të tjerë krijues. Madje meqense se çmimi nuk ka konkursi nuk ka qenë vetëm për poezi, por edhe për prozë. Më duket se çmimet e tjera janë drejtuar prozës. Po, çmimi i dytë është marrë nga një studente e letërsisë në vitin e parë, është Klevisa Bardeli, ku paraqit me një prozë me titullin Nuk ka shkollë për artistin. Ndërsa dhe çmimi i tretë ju dha Marinela Selaç, një studente e juridikut, dhe u paraqit edhe ajo me një prozë me titullin Shpërblimi i Artemisës. Kjo do të thotë që me këtë shpërndarje do të thotë që i keni dhënë një mundësi të gjithë studentëve për të qenë dhe për të pas një besim tek rruga e tyre letrare, apo jo? Veç qëllimi i këtij si konkurs që u realizu, domethënë ishte që me ngjall atë krijimtarinë letrare të çdo student, që me i dhanë
me I lan pak hapësirë dhe rrugë ndoshta që të shprehen sa më shumë lidhe me që forma poezia dhe forma ishte një rast konkret, domethënë përveç 3 çmimeve të para ne kemi shpërndar certifikat si motivim edhe për anëtarët e tjerë që ishin pjesë si interpretuesat në skenë. Edhe interpretuesa. Po. Pra, gjë shumë e bukur. Ndërkohë do të thosha që në klubin letrar është një nga veprimtaritë kulmore, por jo e vetmi, apo jo? Po, klubet Nisma ka 5 vite I cila ka vazhdu ka fillu si diçka e vogël, normale, si diçka kur nis në fillim, është diçka që kërkon punë dhe sa janë ato fillimet e lezetshme, diçka e vogël dhe nga fundi I vitit akademik kalum, nga muaji maj pak a shumë dhe janë hap deri tashmë janë kriju 6 klube. Pra Nisma vullnetare studentore ka 6 klube ose seksione ose deg të ndryshme. Klubi letrar është një nga ato, domethënë klubet e tjera që se me lejoni të bëj një prezantim është klubi juridikut, klubi ekonomikut, I psikologjisë, I gazetarisë ku ne përfshim brenda edhe gazetën Nisma që butojmë një numër për çdo muaj. Dhe klubi I vullnetarizmit ku ne japim mësim studentë degëve të ndryshme. Sepse Nisma kemi studentë fushave të ndryshme. Të shtëpia e fëmijës, nga mosha 6 deri në 16 vjeç, shtëpia e madhe, dhe kemi dhënë mësim edhe te BF-trofin që është nga mosha 1 deri në 6 vjeç. Pra, këto janë duke qenë se Nisma vullnetare e ka të shkruar në ballë iniciativën vullnetare, të gjitha këto janë si thuash iniciativa që lindin nga një punë krejt falas, krejt me vullnet. Si lindin këto ide për të realizuar pikërisht këto veprimtari? Atëherë, çdo gjë domethënë vjen nga vetë studentët, domethënë është çdo iniciativë, çdo aktivitet që realizojmë është një bashkëpunim mes nesh. Ide domethënë lindin nga ne, më pas gjejmë mënyrë se si të realizojmë, nga njëherë bashkëpunim, shumë të kohë bashkëpunim universitetet, që nuk na kanë refuzuar kur mbështetjen e tyre, aktivitetet që bëjmë bashkë, domethënë evente. Kjo Nisma vullnetare studentore është një organizim brenda Universitetit Luish Gurakuqi apo është një organizim që ka edhe universitete të tjera? Domethënë si organizim është I studentit. Më thënë nuk është, por mbështetja vjen nga universiteti normale, por jo se domethënë I përket universitetit. Nëse jam e qartë. Si një iniciativë ka lindë nga disa studentë, të cilët kanë dashur me bëj diçka të bukur, domethënë me dhënë mundësi Shkodrës që me kriju një jetë aktive studentore, që çdo kush me pas mundësinë që me dhanë atë, sepse besoj që çdo student, secili prej nesh ka diçka për të ofruar. Thjesht kemi nevojë për mundësitë e duhura, për hapësirën e duhur që mi shpreh ato. Antarët e Nismës janë studentët aktual apo ato mund të funksionojnë, bëjnë një jetë aktive edhe pas mbarimit të studimeve? Atëherë, ne duke qenë sepse ka u bë kohë si stash 5 vite Nisma që kemi edhe antarë të cilët e kanë kryer shkollën dhe sot janë në profesion, por që gjithmonë ndihma e tyre vazhdon ala ndaj nesh, dhe me thonë, sikurse është për shembull dhe një nga të jurist që është Elsaid Lezaj, që vazhdon akoma angazhimin e tij tek Nisma dhe tek klubi letrar. Konkretisht. Në fakt aktivitetet vijojnë dhe ky konkurs letrar I cili është I seksionit letrar ose klubit letrar që ka Nisma prodhon të tjera ide apo jo, keni të tjera aktivitete? Çfarë do thoni për normale këtë? qëllimi jonë është domethënë që të zhvillojmë sa më shumë, domethënë nuk është ky aktiviteti I parë, po them ose të paktën që zhvillojmë për këtë vit që ka filluar, ka pas aktivitete edhe të tjera nga shumë seminare, shumë të tjera dhe nga klubet e tjera, aktivitetet përgjithshme për gjithë Nismën. Dhe normale që ne nuk do ndalemi këto, po planifikojmë shumë gjëra më të bukura me ndihmën e tonë studentëve dhe normal që do paraqitemi me gjëra edhe më të mira. Besoj se ky konkurs mund të krijojë një lloj tradite përderisa pati një interes? Po, ky ishte konkursi I parë letrar që zhvillohet në universitet dhe ishte një iniciativë, duke qenë se një iniciativë si fillim që ishte shumë I mbar dhe pse jo të këtë mos vazhdohet si traditë. Kjo është diçka e bukur.
Normal, ndihmon çdo student, e ndihmon që të shprehi talentin e tij pavarësisht se çfarë universiteti mund të jetë apo çfarë fakulteti mund të kryejë. Dhe duke qenë se ka qenë një përvojë e bukur, do mbesi një kujtim, por jo i vetmi, i jetës studentore. Unë ju uroj gjithmonë nisma të bukura, vullnetare. Nisma që burojnë nga shpirti, por edhe që derdhen me shumë pasion tek krijimtaria apo veprimtaria juaj. Do të ju falenderoj shumë për këtë ndjesi kaq të bukur që na dhat edhe në programin ton të mëngjesit, por edhe në vjushmërinë e jetës suaj studentore që patjetër reflekton në vitet e mëpastajme tuaja. Ju uroj aktivitet të bollshëm, të mbar, të suksesshëm, krijimtari të bukur Redona në vimësi. Le të jetë ky konkurs një hap i bukur e i mirë, i sigurt për vjushmërinë. Hapi mirë dhe për zgjerim, domethënë, sepse nisma nuk ka mbetur tashmë jo vetëm tek studenti, ne kemi kriju dhe po realizojmë dhe nisma ju, domethënë lidhe me gjimnazet, ku kanë filluar dhe aplikimet e para, dhe së shpejti do paraqitemi edhe me aktivitete të bukura edhe për gjimnazet, domethënë. Pra, është gjithmonë më gjithëpërfshirës. Po, sa në zgjerim familja male nisma. E jashtëzakonisht bukur. Ju uroj mbarësi, sukses. Faleminderit që ishit në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit që ju na ftuat. Ishte kënaqësi. Edhe për mua. Faleminderit.